Pra këtu duhet ndërgjegjësimi i gjitha bizneseve. Tek bizneset, tek individët, ke fermerët, ke të rinj, tek gjithë. Tek gjithë, sepse janë mundësit. Mirë po ne dalim themi vetëm që u kry edhe kjo punë. U kry edhe kjo punë, po ato 30 kapitujt e tjerë të mbetur edhe që janë shumë sfidues, këto që te sa i përmendëm deri në 2027-ën, na fat kohë. Në qoftë se ka vullnet politik, ato bëhen. Bëhen. Po, por duhet vullnet politik, e para dhe e dyta duhet gjithë përfshirje. Ne jemi, tash nuk du të hyj shumë në politikën e brendshme, por sepse po flasim për integrimin, por është e pashmangshme ta lejmë jashtë. Cila është, sepse në kriterin e parë të Kopenhagenit, një nga nën kriteret është dialogu i brendshëm politik. Cili është dialogu i brendshëm që kemi politik ne? Gjitha kërkesat që bën opozita rrëzojnë në parlament për ligje të reja, për shtesa në ligjet aktuale, kërkesat për interpellanca, për mocione. Pra, cili është dialogu? Ati është e drejtë kushtetuese edhe një deputetit për të bërë interpellancë. Dhe ne nuk shohim interpellanca. Ne, kur flitet për interpellancë me kryeministrin, është diçka... Kalon në kalendat greke. Mazhoranca është në alert. Pra, pse? Cila është kjo? Pra, integrimi, për të kthyer tek 27-a, integrimi kërkon që t'jetë një front. Një front. Por për të qenë një front e para duhet kemi dialog me njëri tjetrin. Mos do t'i detyroj kjo proteste 45 ditëve në shesh 12 të politikës, PD, PS, që të shkojnë edhe në një rrugë dialogu apo edhe marrëveshjes të tjera, se është dhe thirrja e përbashkët Rama-Burg, Berisha-Burg. Eksperienca ka treguar që kur ato janë marrë vesh, Shqipëria ka vuajtur dhe kemi folur së bashku disa herë, por në ajo çfarë ka ndodhur me ndryshimin e kushtetutës në 2008-ën, është gjithë kjo çfarë ne kemi sot. Gjitha ndryshimet e ligjeve që janë bërë ndryshimet e ligjeve për pjesëmarrjen e partive politike në zgjedhjet si vendore, ashtu dhe edhe kombëtare. Janë bërë me paktet e dy. Janë bërë me paktet e dy. Me gjasë kështu të shkoj dhe kjo reformë zgjedhore, se po ta dëgjoj para 2 ditësh ofertën që Gjiknuri i bënte opozitës në mungesë të saj në parlament për votimin elektronik, aty të shkoj me pakt për DPS. Po, kodi zgjedhor, ne e dim shumë mirë që dha vendim gjykata kushtetuese për atë hersin, dhe nuk u bë më hers, po u bë me listë mbyllur dhe u tha literalisht që 7.000 vota prap listë e mbyllur. Pra, kur bëhen, pra kjo është eksperienca. Le të turojmë që nuk do jemi më kështu, po nuk e di, turojmë më të mirë. E vështirë të ndryshojmë. Turojmë më të mirë. I kthehemi integrimit. Raporti i Barit që ne kemi biseduar në momentin e publikimit, detajet, por edhe reagimet e dy prej vendeve më të rëndësishme të Bashkimit Evropian, siç ishte Gjermania dhe Olanda, për mosprekjen e drejtësisë, ndikimin e politikës, çështjen e imuniteteve, mospengimin e hetimeve, do të na shoqërojnë në këtë rrugë deri në 2027-ën, besoj. Patjetër që po, dhe kjo është sfida, a do arrim, sepse çfarë kërkojnë ato? Ato kërkojnë e para çdo qytetar, kushdo qoftë ky, të jetë i barabartë para drejtësisë. Pra, të kërkojnë gjermanët, të kërkojnë holandezët, të kërkojnë gjithë. Pra, më duket se e kemi thënë edhe një herë tjetër këte. Ne kemi arrit atë që nuk e kishim arritur 114 vjetë pavarësi, domethënë, që vendi që është investuar më shumë për pavarësinë tonë, po flas për 1912-ën, Austro-Hungaria, të ketë dyshime për ne. Pra, është e turpshme kjo që kemi bërë. Që ato asnjëherë, edhe në kohën e Enver Hoxhës, pra në kohën e diktaturës, Austria dhe Hungaria kanë qenë shumë dashamirëse me ne. Pra nuk, kur është folë për Shqipërinë, ato kanë qenuar ose asnjë anës, ose kanë qenë pozitiv. Pra, janë faktet që janë edhe në Ministritë të Jashtme. Pra, në këtë rast, edhe Austria ka qenë me pikpyetje për këtë çështje. Sepse si mund t'i thojë qeveria austriake, një qytetarit austriak që votova pro Shqipërisë, po qeveria shqiptare nuk lejon drejtësinë që të bëj punën e saj. Arrestimin e një zonje,
apo nërhyn bën presione të ndryshme, sepse kryeministri i thot atyre qenj dhe mi, i thot atyre prokurorëve të Spakut. Nëse i thot kryeministri kështu, ç'a mund t'i thojë një grup kriminal atyre? Ç'a mund t'i bëjë një grup kriminal atyre? Që do jemi në luftë ditë pas ditëshme me çështjet e drejtësisë dhe politikës. Po nuk kemi vetëm atë. Kemi çështje tjetër shumë e rëndësishme, është kapitulli i prokurimeve publike, që është hapur, ka qenë grup kapitulli i parë. Pra, dhe kapitulli i prokurimeve publike, në bazë të marrëveshjes stabilizim asociimit, një kompani portugeze, lituaneze, po marrë këto larg Shqipërisë, nëse shef një prokurim publik në Shqipëri, ka të drejtë hyj. Dhe nëse ofron çmimin më të lirë dhe punën më të mirë, shërbimin më të mirë, duhet ta fitojë.